Që nga muaji korrik, qytetarët që udhtojnë drejt Maqedonisë së Veriut dhe Anasilltas do të kenë vetëm një ndalesë në pikat doganore. Sipas marrëveshjes së nënshkruar mes dy ministrave të brendshëm të Shqipërisë, Besfort Llamallarit dhe atij Maqedonas, Pançe Toshkovski, synohet lehtësimi i lëvizjes së qytetarëve të dyja vendeve. Kufit sot nuk duhen para si mure ndarëse mes vendeve, ato përkundrazi duhet të jenë ura që lidhin, që bashkojnë njerëzit dhe krijojnë sinergjinë e duhur për zhvillim ekonomik. Marrëveshja që ne nënshkruajmë sot është një hap i madh në këtë drejtim. Nuk po të dobësojmë kufit tanë, përkundrazi, po e bëjmë ata më të fortë dhe më të sigurt. Ndërkohë, ministri i brendshëm i Maqedonisë së Veriut tha se me këtë sistem, i cili përdoret edhe me Kosovën e Serbinë, qytetarët shqiptar dhe ata të Maqedonisë së Veriut do të lehtësojnë lëvizjen dhe bizneset do ta kenë më të lehtë. Kemi nderin të nënshkruajmë një marrëveshje të rëndësishme, me qëllim që të lehtësojmë jetën e shtetasëve tanë, duke patur parasysh numrin e lartë të qytetarëve që lëvizin nga vendi ynë në Tuajin dhe Anasilltas do të jetë shumë e rëndësishme për përmirësimin e lëvizjes së shtetasëve të dyja vendeve. Gjithashtu, do t'i shërbejë edhe shoqërive të biznesit dhe mendoj që në të ardhmen me këtë liri lëvizje do të ketë përfitim të lartë si për shtetasit tuaj, ashtu edhe për shtetasit tanë. Principi one stop me një kontroll ndihmon edhe në shkëmbimin e lehtë të informacionit të pikat kufitare. Marrëveshja do të nisë fillimisht të implementohet në doganën e Qaftanës dhe më pas me atë të Bllatës në Dibër.